Personat që pinë kafe çdo mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do befasoheni. Është e vërtetë se ka diçka tepër qetësuese gjatë konsumit të një filxhan kafeje dhe shumë njerëz as nuk e imagjinojnë dot që kalojnë një ditë pa pirë një filxhan kafe. Por a është e mirë pirja e kafes? Shumë studime kanë treguar se kjo pije ka kaq shumë përfitime për shëndetin tonë. Është e mbushur gjithashtu me substanca që mund të ndihmojnë edhe në mbrojtjen kundër Alzheimerit dhe problemeve të tjera të shëndetit të zemrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo përmban antioksidantë dhe substanca të tjera të cilat mund të zvogëlojnë edhe inflamacionet e brendshme dhe të mbrojnë kundër disa sëmundjeve të caktuara. Për më tepër, sipas Brightside në këtë video do të rendisim arsyet pse pirja e kafes brenda rekomandimeve të duhura është e shëndetshme dhe sa kafe bën që të konsumoni brenda një dite. Mund të jetoni më gjatë me pirjen e kafes në përditshmërinë e dietave tuaja. Për te rritjes së energjisë, mënyrat se si kafeja mund të ndikojë në shëndetin tuaj janë gjithashtu edhe më pozitive. Kafeja mund t'ju bëjë të jetoni më gjatë. Studime të shumta kanë zbuluar se ata persona të cilët pinë kafe kanë më pak gjasa të humbasin jetën nga disa shkaqe kryesore, të cilat janë sëmundjet koronare të zemrës, goditja në tru, diabeti, gjithashtu edhe sëmundje të ndryshme të veshkave. Trupi juaj mund të përpunojë më mirë glukozën me pirjen e kafes në recetat tuaja ditore. Kjo është teoria që fshihet pas studimeve të shumta që zbulojnë se njerëzit të cilët pinë shumë kafe kanë më pak gjasa të preken nga diabeti tipi 2. Zemra juaj do të jetë më e fortë dhe më e shëndetshme me shtimin e kafes në rutinat tuaja ditore. Konsumi 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë mund të ndihmojë në parandalimin e diabetit dhe problemeve të dobësimit të zemrës. Ju keni më pak gjasa të zhvilloni sëmundjen e Parkinsonit nëse shtoni kafe në dietën tuaj. Kafeja jo vetëm që lidhet me shanse më të ulta të zhvillimit të sëmundjes së Parkinsonit, por gjithashtu mund të ndihmojë edhe ata që kanë gjendje nën kontroll të lëvizin më mirë në shëndetin e tyre. Mëlçia juaj do të jetë më e shëndetshme me shtimin e kafes gjithmonë brenda sasive të rekomanduara ditore. Ullumtimet kanë treguar se ata persona të cilët pinë kafe kanë më pak gjasa që të kenë një shëndet më të dobët të mëlçisë dhe do të kenë përfitime më të mira të saj me shtimin e kafes në vaktet tuaja ditore. ADN-ja juaj do të jetë më e fortë. Kafeja e pjekur shumë zvogëlon dëmtimin ADN se cila ndodh natyrshëm, por që mund të çojë në probleme të rënda të parikuperueshme të qelizave tuaja. Shanset për të prekur nga problemet e shëndetit të dobët të zorrës do të ulen ndjeshëm me shtimin e kafes. Studiuesit zbulojnë se konsumuesit e kafes kishin 26% më pak gjasa të zhvillonin probleme të zorrës të trashë se personat të cilët nuk i konsumonin ato. Kafeja mund të ulë riskun për të prekur gjithashtu nga problemet e Alzheimerit. Konsumi 2 filxhan kafe në ditë mund të sigurojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj dhe të lehtësojë problemet e Alzheimerit, kundër zhvillimit të kësaj sëmundje. Kafeja mund t'ju qetësojë trurin dhe të ulë ndjeshëm inflamacionet e tij. Për gratë, pirja e të paktën 1 filxhan kafe në ditë mund të shoqërohet me një ulje të riskut të goditjeve në tru, që është shkaku kryesor i humbjes së jetës tek femrat. Ekspertët rekomandojnë pirjen e kafes si një përzgjedhje fantastike ushqyese që mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Sigurohuni që kafen ta keni pjesë të rutinave tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike dhe rigjeneruese për shëndetin. Ekspertët shtojnë në një zëri se kafeja është e mirë kur konsumohet brenda normave të rekomanduara dhe gjithmonë gjithashtu brenda sasive të duhura. Kafeja është pjesë e përditshmërisë së shumicës së personave. Health.com rendit arsyet më të mira përse kafeja duhet të jetë pjesë e dietave tuaja dhe ndikimi që ajo ka në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kafeja përmban nivele të mira të antioksidantëve. Kafeja është një burim shumë i mirë i antioksidantëve në dietën amerikane. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu kundër zhvillimit të diabetit.
Ata persona të cilët konsumojnë kafe mund të riskohen më pak nga diabeti tipit 2. Kafeja është e lidhur gjithashtu me jetëgjatësinë. Konsumi i kafes është i lidhur me jetëgjatësinë dhe mund të shtojë gjithashtu përfitime të mira në shëndetin tuaj. Ekspertët sugjerojnë konsumin e kafes si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese që mund t'i jepni shumë përfitime shëndetit tuaj. Kafeja mund të mbrojë gjithashtu edhe qelizat në tru. Konsumi i rregullt i kafes mund të ulë riskun e Parkinsonit dhe t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Sigurohuni të konsumoni kafe të përgatitur pa aditiv ose shtojca të ndryshme dhe rezultatet që do të merrni me konsumin e saj do të jenë vërtet mbreslënse. Ekspertët thonë se kafeja është e mirë për shëndetin dhe një i rritur duhet të konsumojë 1 deri në 2 filxhan kafe çdo ditë. Kafeja mund të konsumohet edhe në rikuperimin e energjive. Kafeja mund të rrisë performancën tuaj atletike dhe mund të konsumohet edhe gjatë ushtrimit në palestër ose kur keni punë të rënda fizike, sepse do të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm dhe do të mbajë larg komplikacionet e tij. Sigurohuni të pini kafe natyrale pa përmbajtje të aditive të ndryshëm, kështu përfitimet e saj në organizëm do të jenë të menjëhershëm dhe gjithashtu shumë të fuqishëm. Shtimi i kafes në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kafeja është një nga pijet më të njohura në botë. Fal nivelit të lartë të antioksidantëve dhe ushqyesve të dobishëm, ajo është mjaft e shëndetshme. Edhe pse mund të jeni të trembull nga titulli i kësaj video, kafeja mund të ofrojë shumë përfitime të mira për shëndetin. Gjithmonë nëse konsumohet brenda rekomandimeve të duhura ditore, kafeja mund të rrisë gjithashtu nivelin e energjisë dhe t'ju bëjë të jeni më të zgjuar. Kafeja mund të ndihmojë njerëzit të ndjejnë më pak lodhje dhe të kenë gjithashtu nivele të mira të energjisë. Kjo për shkak se ajo përmban edhe stimulant të quajtur kafeinë, substanca psikoaktive më të konsumuara sot në botë. Nëse pini kafe, kafeina thithet në vendin tuaj dhe ajo mund t'jap gjithashtu një aktivitet më të mirë në shëndetin tuaj të trurit. Ekspertët sugjerojnë konsumin e kafes si një prej përzgjedhjeve më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj. Kafeja mund të ndihmojë edhe në heqjen e dhjamit të tepërt nga trupi. Kafeja gjendet pothuajse në çdo suplement të sugjeruar për djegjen e yndyrnave. Kafeina është një përbërës shumë i rëndësishëm që mund të shtohet vazhdimisht në dietën tuaj. Është një nga substancat më natyrale që ndihmon në djegjen e yndyrnave dhe rigjenerimin më të mirë të shëndetit. Kafeja mund të përmirësojë në mënyrë të mirë edhe pamjen tuaj fizike. Kafeja përmban kafeinë e cila mund të stimulojë sistemin tuaj nervor, duke sinjalizuar kështu qeliza dhjamore të heqin në dhjamin e tepërt nga trupi. Kafeina përmban lëndë ushqyese thelbësore për organizmin. Shumë nga ushqyesit që gjenden te kokrat e kafes arrijnë që të jenë deri në momentin që kafeja bluhet dhe është gati në përdorim. Një filxhan i kafes përmban riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i kafes në vaktet tuaja ditore mund të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe mund të lehtësojë komplikacionet e tij. Nëse doni të merrni edhe kafen brenda sasive të rekomanduara, sigurohuni ta konsumoni atë pa e tepruar. Vetëm në këtë mënyrë do të keni vlerat e saj të rëndësishme. Shumë prej nesh vendosin ta nisin mëngjesin e tyre me një filxhan kafeje, por kjo mund të mos jetë mënyra e duhur. Në fakt, as pak. Sipas specialistëve, koha e duhur është ajo i mëngjesit vonë 9:30 me 11:30, por jo më herët. Ekspertët thonë se kafeja e pirë brenda kësaj kohe është më e vlefshme për organizmin dhe do t'jap gjithashtu më shumë përfitime të tij. Sigurohuni që kafen ta keni pjesë të dietave tuaja në këtë mënyrë, rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë më të mira dhe lehtësuese për shëndetin tuaj. Sigurohuni të pini kafe natyrale pa përmbajtje të aditivëve dhe shoqëroheni atë gjithmonë me ujë. Vëmendje. Ju bëjmë dijer se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.